Gjatë 7 javëve të para të punës në teren, skuadra operative identifikuan më shumë se 350 raste të shmangjes nga detyrimet doganore, ose thënë ndryshe mbi 50 raste në javë. Deklarata u bë nga drejtori i programit të Crown Agents, David Smith, gjatë takimit me palët e interesit. Në takim kanë qenë të pranishëm edhe zëvendës ministri i financave, Ervin Mete, drejtoria e përgjithshme e doganave Elisa Spiropali, si dhe përfaqësues të disa organizatave ndërkombëtare, përfshirë delegacionin e Bashkimit Evropian, OSBE-n dhe PAMEK-an. Gjatë takimit Crown Agents raportoi mbi ecurinë e 3 muajve të parë të punës, sipas kontratës me qeverinë shqiptare, përfshirë edhe lancimin e skuadrave operative në mars 2014. Smith informoi të pranishmet se puna në teren gjatë muajit maj rezultoi në zbulimin e një numri të parafort shkeljesh, por me vlerë më të madhe monetare. Kjo për shkak të mirë informimit të skuadrave dhe përmirësimit të metodave të përzgjedhjes. Gjithashtu, Crown Agents ritheksoi përkushtimin për të asistuar doganat në rritjen e qëndrueshme të mbledhjes së të ardhurave, si dhe në zbulimin dhe parandalimin e korrupsionit. Përfaqësuesit e qeverisë shprehen mbështetjen për punën që po bëhet dhe theksuan domosdoshmërinë e arritjes së ndërgjegjësimit të bizneseve për të respektuar legjislacionin fiskal. Drejtoria e përgjithshme e doganave nënvizoi bashkëpunimin e shkëlqyer mes Crown Agents dhe drejtuesve të lartë të doganave shqiptare.